Ju përshëndes, mirë se vini në Epicëndër, do të flasim sot për arsimin. Arsimi i lartë në Shqipëri, në fakt duket se po hyn në një fazë reflektimi, pasi pritet që të rishikohet ligji i arsimit të lartë dhe gjithashtu do të diskutojmë me të ftuarit se çfarë pritet të ndodhë dhe si do të ndikojë kjo tek studentët, por edhe tek cilësia e arsimit. Kam kënaqësinë e një bisede me Migen Qeraxhi nga Qendresa Qytetare. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit ju. Kam kënaqësinë të kem në studio Emilian Dokita nga Lëvizja Bashk. Faleminderit që jeni me mua. Falenderoj për ftesën. Kënaqësi t'ju kem në studio. Kam kënaqësinë të kem në studio ekspertën e arsimit Ana Lazo. Faleminderit që jeni. Faleminderit. Ana, nuk e di se si e ke parë deklaratën, dua ta nis me ju e më pas do ta nis me Migenin edhe Emiliandon. Si e keni parë këtë deklaratë të Ramës? Pra çfarë pritet të ndodhë ose çfarë nuk kupton ajo deklaratë për arsimin? Nga ajo çka unë kam parë që arsimi i lartë ka nevojë në fakt për një rishikim të ligjit, por unë mendoj që ky rishikim i ligjit në fakt ka qenë e nevojshme të shikojë kohë më parë, pra jo sot, duke qenë se ne jemi vend që jemi pra antar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë mendoj që arsimi i lartë në fakt është shumë i rëndësishëm sepse është një hap i cili na afron më shumë me Bashkimin Evropian dhe unë këtë e shikoj si aspekt pozitiv, pavarësisht më pas se si ligji zbatohet, se si rishikohet, pra çfarë hapash, e shikoj si hap pozitiv, sepse unë mendoj që ka ardhur vërtet koha për të pasur një arsim modern, më modern, të thoya dhe më cilësor. Migen? Unë mendoj që ne duhet të tregojmë të kujdesshëm që mëse paku të mos kënaqemi me një luk bosh kur le të themi drejtuesit e vendit ose titullarët tanë konsumojnë tema të ndryshme në një bisedë mes rektorët. Edhe kur bëhet fjalë për këtë rishikimin e ligjit të arsimit të lartë, unë ju kujtoj në memorien e 2 viteve më përpara, kur kryeministri takonte Askalin edhe bordin drejtues të Askalit, njësoj është shprehur që ne pranojmë që ligji i arsimit të lartë ka nevojë për të rishikuar. Mirë po, 2 vjet mbas nuk ndodhi asnjë rishikim, që do të thotë që nëse sot do të flisnim për rishikim, është le të themi titullari i duhur në vend, kryeministri me drejtuesit e universiteteve dhe rektorëve, të cilët do duhet të na tregonte minimalisht me një analizë ose minimalisht me një plan pune se si do shkonin nëpërmjet këtij rishikimi. Ndërkohë që ne kemi të bëjmë me një mori ankesash të cilat ne kemi pasur për ligjin e arsimit të lartë, sigurisht ka pasur shumë le të themi rezistencë ky ligj të mos kalonte, megjithatë kaloi, mbasi kaloi, ai nuk gjeti asnjëherë dritën e le të themi VKM-ve ose nën ligjeve që do ta bënin të zbatueshëm këtë ligj më pas, duke vendosur një tension të madh edhe të dëmtuar gjithë procesin administrativ të universitetit dhe botës akademike në vendin tonë. Dhe sot unë e gjej pa vend që kryeministri mjaftohet me të njëjtën frazë. Ligji do të rishikohet. Si do të rishikohet ligji? Kush do të rishikojë ligjin? Sa do të marrë procesi i rishikimit të ligjit? Kush do jenë le të themi bordet ose grupet e punës? Të gjitha këto mungojnë. Pra, në këtë kuptim, unë jam i sigurt që asgjë s'ka për të ndodhur, sepse nuk shikoj në një vullnet që qeveria ose administrata e zotit Rama të ketë mundësi që të merret me këtë element, për të mos thënë që tashmë kemi aq shumë dëme brenda sistemit universitar sa do duhet ta nisim shumë herët edhe shumë në detaje problematikën e tyre. Nuk kanë kaluar disa muaj nga një raport i Askalit, i Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit të Lartë, ku drejtuesja e bordit le të themi i bëri ujë të ftohtë universiteteve për mungesën e një serie kapaciteteve. Dhe çfarë ndodh? Kryeministri i takon sërish rektorët, dhe nga një raport tek tjetri ne vim sikur asgjë nuk ka ndodhur dhe më shumë duket sikur mblidhen për të dalë në televizor se sa në fakt në thelb mbeti gjë nga ai takim. Dhe përveç kësaj batutës ose fjalisë së reformës, edhe një elementi që shtoi për kampuset, që studentët do shkojnë të Tiranës, do shkojnë me trenin që nuk ekziston, në kampuset e Durrësit që nuk ekzistojnë të Flenës sepse Tirana është bërë shumë e shtrenjtë. Unë nuk di të them se çfarë ndodhi në atë takim dhe çfarë mbeti nga ai takim. Kështu që do duhet jemi shumë më kritik në kuptimin dhe shumë më kërkues ndaj një produkti serioz kur bëhet fjalë për takime të këtij nivelli.